19 maj shënon ditën edhe zyrtarisht kur filloi lufta për pavarësinë e Turqisë në vitin 1919 dhe pas 4 viteve, më 29 tetor 1923, Mustafa Kemal Atatürku shpalli fundin e perandorisë osmane dhe themelimin e shtetit modern turk. 103 vjetori i Republikës e gjen Turqinë në një pozitë jashtëzakonisht fuqishme në skenën ndërkombëtare, duke kombinuar pozitën e saj gjeografike, forcën ushtarake dhe ndikimin kulturor. Turqia sot është jo vetëm një faktor rajonal, por një pjesë e pandashme e çdo ekuacioni diplomatik që prek sigurinë euroasiatike dhe më gjerë. Në drejtimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe me një elitë politike dhe diplomatike të konsoliduar, Turqia ka ndërtuar një doktrinë të bazuar mbi 3 shtylla themelare: ruajtja e sovranitetit kombëtar, zgjerimi i ndikimit rajonal dhe marrëdhënie të lëvizshme me fuqitë globale në varësi të interesave të momentit. Kjo e vendos Turqinë si një aktor ndërmjetës midis lindjes dhe perëndimit, shpeshherë si një lojtar i paparashikueshëm, por thellësisht racional në ndjekjen e interesave të saj. Turqia, që njohim sot, lindi kushtimisht thënë në fillim të shekullit 21, atëherë kur elita tradicionale e Turqisë humbi pushtetin dhe nuk pati më rastin që të qeverisë me vendin, duke anashkaluar vullnetin real të qytetarëve të saj.